Shikoni se si Edi Rama, kaloj edhe njërë, jo maja këtë shumë, se si Edi Rama, duke paraqitur pro-opozitar Ymer Çorapen, Carlo Bolinon, e tjerë, kërkon të bashtroj shqiptarë dhe botën. Nuk ka turpës, nuk di që bërë. Së dyti, sot ai, me një gjuhë ordineri, prej gangsteri, reagon ndaj protestës dhe lidhur me udhëtimin e tij në Zvicër. Ai zotohet e stërzotohet se ai dhe bashkëshortja e tij s'kan udhëtuar kur për qëllime private me paratë shtetit. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra gjatë, po 2 kilometra gjatë. Dhe në qoftë se ta mban, hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion, sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti në çdo fjali do të nxjerrësh një mashtrim. Urdhro dhe ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtimet tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Dhe tani betohesh nga atje që unë s'kam udhëtu kur me paratë të shtetit, me udhëtime private. Në nxirr pak faturat 200 apo 300.000 euro që ke paguar Ismailin ti nga xhepi yt në 140 udhëtime. Ndërkohë në 2 vite, presidenti i Shteteve të Bashkuara ka udhëtuar 73 herë, jo presidenti Donald Trump, por ata që kanë në 4 vjeçar. Na thuj pak. Është lehtë të përdorish shprehje gangsteri dhe kujton sa me atë bësh bëj besueshëm. Hajde të vërtetojmë se cila është e vërteta. Se me ato udhëtime ti akuzosh se ke transportuar para. Ka tjerë që thonë drogë. Nuk e them dot. Nuk i kam faktet. Për para po, të sfidoj. Urdhro. Të krijojmë komisionin. Që nesër po deshe. Dhe tani vërsulesh me gjuhë gangsteri se unë i tillë e atill s'kam udhëtuar ndonjëherë me paratë. Pa avionin, me çfarë parash e ke paguar ti? Në një kohë kur kancelari i Austrisë në udhëtime zyrtare udhëtonte, tani nuk e di, s'mund të them, po përpara udhëtonte me linjë tregtare. Po, Austria është një vend shumë herë me i pasur dhe me të ardhura ndër më të lartat. Ndaj dhe i kërkoj urgjent të lejoj komisionin. Krijimi i komisionit do të mundësonte transparencën e plot para shqiptarëve.
Së fundi, vazhdoj me Lubi Ballukun. Burime të informuara, qytetar digital, në informojnë se Lubia ka bërë 3 udhëtime me skaf në Greqi, duke shmangur kontrole policore, dogana dhe çdo gjë. Nuk mund të them se kush kanë qenë skafistët. Do përpiqem, por burimet thonë se ajo ka bërë 3 udhëtime me skaf, të mbushur plot. E kuptoni ju vetë se me çfarë mund të jetë mbushur